emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma të nderuar shikues kudo që po na ndiqni. Sot është 26 vjetori i çlirimit të Kosovës në kalendarin zyrtar të shtetit si dita e paqes. Një ditë kjo që 26 vite më parë përfundoi ëndrrën barbare të Miloševićit për shtypur shqiptarët në okupim me dekada. Por kjo datë shënon rikthen vëmendjen e një angazhimi sublim të jashtëzakonshëm të kryengritjes më të lavdishme të popullit shqiptar në gjithë historinë e fundit, që thuaj se qysh pas Skënderbeut atë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cila për një kohë shumë të shkurtër arriti me doktrinën e saj, me qëllimet e saj të bëhet partner i NATO-s, saqë NATO si organizata më e madhe ushtarake atëherë dhe sot po shfrytëzonte resurset, kapacitetet njerëzore, infrastrukturën e UÇK-s edhe për të bombarduar saqet e Serbisë, për të ndalur barbarinë, masakrat e gjenocidin. Sonte të nderuar shikues, kam të ftuar njërin prej veteranëve të rinë në moshë në atë kohë, megjithëse UÇK-ja ishte e re, gjithë ishin thuajse të rinë një pjesë e madhe, zotin Arsim Jashari nga Lipjani, 19 vjeçar në luftën e UÇK-s. Jemi 26 vite më pas dhe kam këtu në studio, jo vetëm për të rikthyer tregimin e tij, po për të treguar rëndësinë që ka mirëmbajtja e memorjes më të rëndësishme për historinë e këtij vendi, lufta e UÇK-s. Edhe mira e viktima që shkaktoi Serbia të pafajshëm, vetëm se ishin shqiptar. Prezantoj, zotin Arsim Jashari, faleminderit shumë. Mirë, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Urimi këtë ditë fillimisht juve, faleminderit gjithë bashkëpunëtorët dhe atyre që fatkeqësisht nuk ndodhen në Kosovë në tribunal hake. Me leja që fillimisht i uroj gjithë qytetarët të komunës Lipjanit për arsye se 12 qershor është dita e çlirimit të komunës Lipjanit. Edhe t'ju uroj gjithëve ditën e çlirimit, familjeve dëshmorëve t'ju urojmë se ata kanë dhënë ato mas shtrajtën, domthonë kanë dhënë djalin, vajzën e tyre, domthonë kanë dhënë gjak, invalidëve të luftës, veteranëve, po gjithë popullit se gjithë kanë qenë kontribues. Është një urim i cungun për arsye se ende sot po kalojnë 5 vite krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës gjenden prapa grila padrejtisht, dhe kjo sinqerisht nuk po na jep atë motivin për me festu ashtu siç e meriton Kosova me festu, po shpresojmë vitin e ardhshëm ta festojmë së bashku, ata para familjes dhe para nesh. Çu sjell në mend këtë ditë, 26 vite më parë. Ku ishit? Janë ditron, ne jemi këtu nga vija e frontit, tash 26 vite kthehemi në shtëpi. Ke harruar në detaj Jashari apo i man? Ja, nuk harrohen detajet për arsye se fillimisht nuk e kemi besuar që do kthehemi kurrë në familjet tona. Me thënë drejtën, shumë pak ushtar kanë besuar që do shpëtojmë, rrethonat kanë qenë asisoj. Zdyti kur jemi ardhur domthon, çka kemi pa ka qenë, s'ka pas jetë domthon, gjithë gjë ka qenë e vdekur përpos lirisë. Më kujtohet një detaj shumë i shkurt kur më nëna mi hap dyert kryesore, ishin këmbyll bari, ishte këmbyll 2 metra, domthon i kish pas blloku dyert. Kanë qenë 3 xhallarë të mëdha, një djalë i hoxhës aty në shtëpi apo toka i bari po të shijonte si do të thotë. Po shijonte, po është pak edhe dhimbshme, domthon nuk e poshë kërkon pak banorë që kanë jetuar aty, kanë jetuar në shef, domthon nuk kanë guxuar me dal pjesa tjetër, veç ka pas qenë spastrim. Dhe e ron, ajo të bën me kuptu që liria domthon përpos asaj që vjen ka dhimbje, ka sakrificë, ka plagë, po megjithatë ishte fati nonën tonë bashkërisht me natën e potencove atë që ta shpurrim një okupator me sheku që ka qenë në Kosovë instalun dhe ta kemi shtetin tonë, vendin tonë. Edhe njerë po them, e përmend një detaj kur shkuat në shtëpinë tuaj nga fronti, u kthyet, kur kishte pak banorë, sepse Serbia gati me operacionin Patkoj kishte spastrim komplet. Gati 1 milion njerëz kishte larguar shumë nga Kosova, vetëm se ishin fshatin tonë kanë sulmuar, një pjesë kanë kallur me pas kanë qenë detyruar shumica me ik, sidomos fshati jam nga viu në fshati Banull ka pas më shumë se 30 luftëtorë lidhje, dhe me pushtë që kemi qenë në zona Drenicës, zonë Pashtrikut, në zona ndryshme. Edhe familjet e tona kanë qenë obligative të para të më largu për arsye se kanë pas informata dhe kanë mujt
për fajt tonin ka mujt shumë familje dhe edhe një lagje komplet mu masakrua, domthon ky ka qenë voti se ne kemi edhe një pozitë ku janë fshatrat e serbëve që kanë qenë afër, edhe kanë qenë të ekspozuar familjet tona, kanë qenë të rrezikuar edhe kështu që i kanë debupi aty dhe në shku familja ka qenë në Stankovec dykun parafërsisht. Nuk e ke ditur? Jo, s'kemi pas na informata, na kemi qenë. Ishte në luftë, nuk e ke ditur? Jo, nuk e kemi ditur në lëviz. Ashin informata që u kall fshati, po s'diqmi ku gjë sigurisht s'ke pas telefon, s'ka pas rrjete sociale sigurisht tash. Po. Se ti shkon sigurisht tash kishin gjysa luftës shumë ma lehtë. Po edhe më shme, po liria i ka këtu gjana, domethënë. Tash ja ku jemi 26 vite mrapa. Po bisedojmë edhe pse nëse unë pyet si një djalë i luftës, ai i kënaq me këtë me rrjedhjen edhe me këtë çka ka ndodhur jo. Po duhet të them edhe të ndalem edhe pak të lufta, cilat janë momentet kur ju vendosët ta kapnit di bashkëpunit që kësi 19 vjeçar. Kush ishte frymëzimi për atë punë? Dhuna e Serbisë po se po. Unë e kom potencuar masakra e familjes Jashari, familjes legjendare. Domthon ajo ka qenë një goditje për neve gjenerata të reja e madhe. E kemi po që nuk ka rrugë dalje tjetër. Tani kom qenë me facun jam në pellë Drenicës, kom pas informata domthon që është ushtria shkrimtare e Kosovës, unë jam i komunës Lipjanit, në rrafsh s'kem pas luftë domthon. Rrafshi ka qenë normal, po flas kur kom shkuar në 98-ën. Dhe po vullneti mirë, ajo nuk bëhet me fjalë, ajo vjen nga vetveti, domthon nuk është një sen që vjen për vetvetes. Qyshe po e përjetoj në ato momente, që me thonë pushkën me... Me thonë drejtën nuk u mendu shumë, vetëm ku këshysh me gjetë zgjidhjen, me gjetë... Në moment krenarie ke pas... Po, domthon mush, karikosh me shku edhe mos këshyr asgjë mrapa, domthon. Për ndryshe, unë kom qenë edhe prindë, kom pas një vajzë vogël, 3 muaj, 4 muaj, ka qenë mu nis me minua të gjana, po kupton ti nuk mundesh me marr rrugën me shku, për shembull se ti ke shku e s'ke ditë që kthesh. Mund ti e pajtu me fatin. Për ata po them, domthon njeri vendos, e ke marrë një vendim, s'ka mu kthy mrapa madh veç përpara. Edhe më pas tentu mu kthy kur jam shku si shakthyer, kom thonë që nuk kthejna. Ka provuar ditë. Po ka luftë domthon se s'ke marrë me jo familja kur jam shku në luftë për shembull, nuk kem për momentin armë se jam shku herët, apo kupton nuk kanë qenë ende domthon gjanat të organizuar, po më thonë unë çtoja me juve, unë nuk kthejna më brapa ku marr këtë vendim, bëni çka doni. Bëni përpjekje të... Po, me të bind, domthon se s'ka pas armatim, apo kupton, alo s'kan qenë, s'kena po dhe jeri alo, po jo, kom thonë unë marr dhe më këtu kthem mrapa, s'ka, më nuk diskutohet kjo. Edhe vendosa. Nashta ka qenë edhe një motje aty në atë kohë me të mot, sa e ki karakterin e fortë, sa guxim se nuk ka qenë me lehtë, në atë kohë i kanë filtruar pa kushtarët, domthon kush u shkuar. Se nuk i kanë marrë gjithë po flas më herët. Rrethonat kur si kanë besu kur ju e dini. Po që kjo po vepronte në kodrat lëvizjes. Kodrat lëvizjes ka qenë një guerile, domthon ka bë aksione u kthyu tërheq, domthon ende s'ka pas lufta frontale përpos avanziva që kanë qenë në 88-s. Po domthon vullneti i madh, dëshira për në fshatësi po bëhen atë. Natyrisht për të ruitur. Po, për të ruitur. Na, është një problem që shumë pak e diskutojnë edhe thojnë, domthon ne kemi qenë pak edhe të kurzuar me luftën, për arsye se nëse ne ndërmarrshme një aksion shumë të madh, midhana hak merrshin civil në popullat. Për shembull, nëse ne kërkojmë një aksion shumë suksesshëm me vdekje, domthon të ushtarëve të Jugosllavisë dhe të policisë, ata mendran për mi tërheq trupat i çeshin civilt, i marrshin civilt, si mbroj para dhe i tërheqshin trupat, ti s'mëshin domthon ishte kurzuar, nuk mëshin me bë kur gjë, domthon kemi qenë shumë të kurzuar, domthon kemi qenë të kurzuar si në aspektin organizativ, si të ushqimit, si të logjistikës, si të armatimit, çdo sen u dosh me planifikuar në mënyrë të rrjedhshme, me vendosmëri, me një plan të mirëfillt për me mujt me pas sukses. Nuk ka qenë lehtë tash. Jemi 26 vite. Lufta nuk bëhet nga çefi, bëhet nga zori. Jo, po tash jemi 26 vite, tash çdo kush mund më dhon kohë edhe pi japin kohë, e peshin edhe vet, po nuk është që ka qenë shumë problem. Sidomos ku kemi marrë pjesë në zona ku kemi pas banor shumë. Cilat zona ishit në fillim? Ka një zonë që nuk e një qanë sepse dhe në media tjera keni thënë që nuk ka zonë. Teksa po replikonit me opinionet ndryshme. Me profën, tash të quajtën profesor, se s'diash profesor, po nëse po kthehemi në temë. Kum pas fatin domthon kum qenë njësi speciale. Të pasaruar ka pak me ato deklaratat jo kurti është më trim sa. Po jo, po është ndëgjom është e pamoralshme nga një proces nëse i thot vetë, po tash po kthehemi pak te tema që ka qenë që është bot goxha virale. Është e papranueshme për një profesor, nëse thot vetë profesor, thotë kum lexuar 3000 libra dhe me krahasun një njeri me 100 luftëtar liri ku as ka parë në dorë. Me gjithë respektin kur s'pe më hën
kontributin që ka dhënë në mënyra tjera, po luftëtari i lirisë me armë dorë dallon me gjithçka tjetër. Si ti mbi të frontit domthonë. Me krahasu veten, nuk kam vlerë sa 100 luftëtarë të lirisë, sinqerisht është të tërshme duke diskutuar çfarë që po diskutojmë për çka ka ndodhur me Kosovën tash në 26 vite. Në luftë, cilat ishin, po thonë, cila ishte përballja pare juaj me ofenzivën. Mum ka rastis me marr shpejt në pjesën e aksione për arsye se mas një muaj që kum qenë në shalë domthonë ishte satllare që thonë unë vetëm ju inkuadron njësi speciale pranë shtabit për çdo njësi speciale Arbri në njëra ndër njësitë më të përgatita profesionalisht, më të organizuar me e prorin të Arsinoni heroin kombëtar domthonë njëri jashtëzakonshëm Ajvaz Berishën, Fadil Zinullon me plot domthonë dëshmorin. Edhe s'kem pas kohë me mendue, shpejt jemi gjetë vijat frontit, shpejt jemi gjetë në aksione, shpejt jemi gjetë në mbështetje të bashkëpunëtorëve tonë ku ka qenë pozicionuar nëpër pika, kështu që nuk kemi pas kohë as me mendue. Çka do të mund bëjë diçka që të mbet vrim nga ajo kohë që do të mund ta bëjë për bashkëluftëtarët, për civilët? Ndhimin 4 bashkëluftëtarë të met njësisë domthonë që në fund luftës janë ra dëshmor, është e dhimbshme për shembull. Ata pak pa përfunduar lufta, ajo është e rëndë, domthonë kanë qenë djem të jashtëzakonshëm. Dhe gjeneratët e sport njësi speciale. Ata me dhimbsen gjithë dëshmor dhimbin është normale, po një javë 10 ditë pa përfunduar lufta, domthonë është pak e rëndë. Është edhe e nin pak veten, ç'më thon, jo në faj, po e nin veten keq, qysh se kalon ata çat kohë, po kjo është jeta. Lufta për poslirisë as çë tjetër të mirë nuk sjell. Sa respektohet vlera o OÇK-s? Red, me thonë drejtin, veteranët e luftës janë tu i llogaritës kur kategorisë sociale, raste sociale. Kjo është edhe më shme. Ky shtet u ndërtu fal sakrificës sublime të luftëtarëve të lirisë. Nuk guxojnë veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës mu llogarit kategori sociale. Nuk jemi në rast social. Kjo është e gabueshme, është e tërpshme. Kjo shoqëri dhe ky shtet më shumë është u bë dhimbt veteranëve të luftës, që kjo shoqëri dhe ky shtet sot se plak që i kanë nga lufta. Besëm, më shumë është u shkaktuar dhimbje që kjo shoqëri tu mënu me të revitalizu, tu mënu me anashkalu të vërtetën, tu mos ndosh me dhon ato që e kanë meritën. Është problem, nuk din njeri si të qaset. Njëri non thonë një heroj të lirisë, tjetër në kombin, na poshtrojnë, na akuzojnë, do të më fokusu ka. Po kjo është një problem i madh. Që ky shtet, kjo Kosovë, ende nuk e ka guximin mi marr hapat konkret për me formu një ligj për mbrojtjen e vlerave të luftës. Nuk po flas për me glorifiku individin, po në aspekt kolektiv me pas një ligj që i mbron vlerat e luftës. Jo kush quhet me dol aty edhe me të akuzuar me thon shkat më pak kur far fakti, pa kur far baze. A dhe kush të kritikon e kush të akuzon? Njerëz që s'kan qenë as prezent në Kosovë fare. Domethënë kjo është e pafalshme. Edhe sot veteranët e luftës, invalidët e luftës do të më përballë edhe me këto trajtime. Kush të ka shkaktuar mërzinë, nëse mund ta them ashtu, shqetësim me shumë kur e ke dëgjuar duke diskutuar, po them për luftën, pa pas informata, vetëm nga thashë themet e tjera. Po unë mendoj kështu sinqerisht. Se kjo shoqëri është edhe thashë theme. Po mirë, po unë mendoj kështu, unë mendoj që një pjesë e madhe njerëzve nuk e kanë besuar që ndodh kjo ato, ajo është ka thonë hyrje ti domosdoshmë. Nuk e kanë besuar që një grup i djemve, vojza ftreja me një vullnet të madh kanë me arrit me bind një fuqi sikur NATO, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Bashkimin Evropian për me dalë krah me neve. Për me dalë krah ka e drejta, ka e vërteta. Ushtria shëndetare e Kosovës pa marrë parasysh akuzat që u bën. Është e vërtetë, edhe është e drejta. Për ata do shpall gorilja më e suksesshme. E ky është problemi, domethënë tash një pjesë kur e shohin sot, ushtar caktun ku kemi arrit domthon, kemi arrit me pruni liri, kemi arrit me bind natën, me bombardu një shtet sikur Serbin, që ka qenë fuqi ndërkombëtare vetë domthon, Jugosllavia ka qenë fuqi për shtetet e huaja. Edhe tash ta nuk po mundin më pajtu me realitet. Ta nuk mundin tash nuk po mundin me planu. Që kjo pjesë që akuzon, që kjo pjesë që shantazhon, që kjo pjesë që besa shkon edhe jep deklarata të rrajshme për ta fituar një statut.
për ta godit dikon politikisht. Azil për të kërkuar. Ka shumë, ju dini, tash po dalin rastet, po dalin ngjizimet, vetëm na shikoni. Është e dhëmshme kjo. Hajde bëjmë luftë politike, politikisht. Se u që këtë ka kërcënu dhe mund ta marrësh azil. Po kupton, domethënë nuk po flas shumë raste. S'po flasim për rrjetet sociale që më është banalizuar çdo gjë, më dal çon çdo kusht. As nuk e dim kush je, as çka. Apo të shkakton në veri kjo, ka ndonjë moment që ke dalë edhe nga vetja. Po është rëndë se na kemi kriju familje. Për një njeri që lufton, që ka një nga afër barutin e luftës, përballen me vdekjen së gjithë, ju që ishit luftë, objektivisht kishit kontratë me vdekjen tani. Po ajo ka qenë e pashmangshme, ato zoti s'ka thonë se ka qenë. Tani po dhe zoti s'ka thonë se çfarë është e rëndë. Me ta qytu që kën kriminal, me qytu ushtarët që kës kriminal është të rëndë, për arsye se na kem familje, kem kriju familje. Edhe fëmija jam ndëgjon për shembull, ndëgjon ai nuk e kupton. Djali jam është më i vogël, është ka lind 2006, 19 vjet. Ai s'e ka përjetuar luftën. Gjeneratat e djalit tem, domthon. Na po flasim sot mas 26 vite, domthon gati 2 gjenerata janë që nuk e kanë përjetuar luftën. Tash kthehemi mbrapa, ai kur thotë kriminal, djali jam një të keq, thotë qysh. Unë mendoj që kam bobën heroj. Këta pitojnë kriminal. A kupton ku është e vërteta. Po për ata po ky shtet nuk është të bëu kur gjë për me rujt vlerën, substancën me rujt. Me listë të veçantë. O lemi individ bre. Individ gabojmë. Nuk mundet më fajsu që ky pse arsim jashori sot gabon diçka. Pse arsim jashori bën shkelje. Pse arsim jashori ndodh një problem. S'mundesh më akuzuar që ky. Jo sepse sot nuk je nuk je. Unë jam civil, unë jam në uniformë, nuk jam në uniformë, natën ka përfunduar punë. Kjo heronë më të këtu jalë mrapa. Qa, ju s'keni bëkur gjë, po pse? Ku je kon ti? Pse sa shumë bëku, kush t'ka nol? Është heronë thu për. Heronë është për ushtarët të shkoj. Sidomos për një pjesë të madhe çfarë gjendje jetojnë me 170 euro. Ç'është sot ç'është një veteran luftë bashkëtorë tuaj? Absolut nuk njëhet mirë. Në Kosovën e vitit 2025 sot tash edhe një herë veteran një pjesë e madhe kanë plak tron, kanë plak madhe. Pikërisht për neglizencën e shtetit edhe të shoqërisë. Ma shumë ju bën plak që të rëthoma që janë aktuale se sa plagën që kanë marrë në luftë për shemb. Heron është. Është heron një veteran i shtetit shqiptar të Kosovës mos ketë sot kushte për me eduku, për me shkollu një fëmijë të vetin. Është heron një veteran i shtetit shqiptar të Kosovës sot mos ta ka mundësinë me dal me hangër me familjen e vet mush një drek. Është heron, nuk kanë mundësi, besoj mret nuk kanë mundësi. Besoj që takon edhe ti nuk kanë mundësi. Qa kështë ndodhë me javdhon pensionin e me javdhon ato? E kom thëmë, ata njerës luftës që kanë regjistru veteran falcë, kur ditë vetë mos pofshin. Historia s'kam ja u folë kur s'kam ja u folë historia. Ata që e kanë kështë përdor, këtë mundësi, kanë bu njerës që në konë në Gjermani, Stankovec, e që janë kanë qenë edhe përzinë, sot e ka certifikatën si kur temë në veteran luftë, kur ditë mësy mos pofshin. Kushtu shkoft. Ata u dosh miru vlerën në luftës, të partë. Po ja vëllan mundësinë edhe horrav, ja vëllan mundësinë edhe tjerëve për me punë që gjendë domon. Për shka? Vetëm për mos më jallon meritën që e meriton ushtria shqiptare e Kosovës. Krejt lufta për ç'punë bu. Për me revitalizu, me lënë çatu më thonë ja, jo, mirë. A ke po kur ju do ta përmendin? Kur kanë nevojë ta përmendin? Kur janë do far organizime të mëdha, e përmend. Si këto organizime çka bën? Sot invalidët e luftës nuk kanë proteza më nu. Janë pritjet proteza. Ai ka dhënë gjymtyrën e trupit për këtë vend, sot ai trajtohet barabartë sikur një njeri që ka dy këmbë, edhe dy durt. Po kjo është tërshme bre. Hekin nga puna njerëz luftës, djem ka dy lufta ti largojnë nga puna politikisht për natë politike. Po si çdosh më ndodh as partitë më hershme, se do të më qenë njëri shumë real. Pas tash si çdosh më ndodh. Dorën zamër, kështu se si po raportohet se po ndodhin këto raste, nuk ka ndodhur me veteranët e luftës për përjashtime nga puna çfarë. Është e pafalshme, për shembull, na kemi rastin e Elias Kodrës, gruan e Elias Kodrës, për shembull, dëshmorit herojt kombëtar, ta çet pe punë. Po ushtarët që kësë do miru, është vlerë, miru familjet ushtarëve të shkës, familjet dëshmore, të invalidëve, të martyrëve, është vlerë më miru më kujdes për ta. Po historia ndërtohet me çto vlera, me çka do na më ndërtoj historinë nesër. Po nëse ne nuk e tregojmë drejtën, sot gjeneratat e ardhshme nuk kanë me ditë çka pas luftë. Kjo të rëndon kjo situatë. Po është rëndon, sinqerisht është rëndon. Po rëndon sidomos për juve që keni qenë përballë me vdekjen, po them. Me Serbinë. Unë kam kalu 70% të vendeve ku kanë qenë ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës.
Unë me bashkëpunëtor kemi filluar në malet të Berishës, kemi përfunduar në malet të Rëmojës, nërgoftasin kom krejt. Prizren, Ravet, Suarek, Malishev, krejt, çka ka vend, zonë në Redimës, deri në kufi domthon. Pa çfarë vullneti u dosh me kom për aty. Pa buk, pa ujë, kushte të vështira, pa armatim, tu pa masakra, tu pa njerëz vranë për tokë. Edhe sot çka? Kush qëhet hajde ta sulmojmë. Është të tërshme, bre. Është të tërshme. Asnjë hap kjo qeveri që 5 vite se ka ndërmarrë për krerët e luftës që janë atje në Hog. Pa ata nuk janë për veti atje. Ata janë për çdit, për çliri. E sot çka po ndodh? Ajo shka të ndodh në gjykatë në Hog, ret. Ajo veç gjykatë nuk ka ambën. E ka hup arsyen. Ajo gjykatë ka hup arsyen. Informacionet tona flasin se në institucione dhe mekanizmat ndërkombëtar dhe ato diplomatik në Bashkimin Evropian, mekanizmat drejtave dhe lirive themelore të njerëzit në Helsinki kështu. Nuk kam mbri në këto adresa asnjë shqetësim nga ana e shtetit të Kosovës, dhe jo vetëm me organizatave të tjera, qoftë nga shoqëria civile, se në proces atje ka shqetësime se po u shkilen të drejtat elementare të njerëzit. Po janë faktike tash. Salim Mustafa. Gjithve, pa dallim gjithve, se ata gjithë mjetin atje, ata gjithë janë për Kosovë. Pa dallim. Dhe çka shpjegon kjo? Është qësues, unë e posh një vendim që ja kishin refuzuar për shembull Bazi Jakub, po me lexuar vendim për një gjykatë ndërkombëtare. Unë jam master shkencave juridike, drejtën penale kam përfunduar gjithë dëshmitarët. Kënë rrezikon Bazi Jakub. Më shumë se 70 vite ka. Për një status Facebook që ka thënë ndaj shkelzën gashit. Ministri që kanë thonë këta du të mishtin bërë krejt gjysin, kësaj qeverie që kanë thonë për asë me morën pushtet. Pa ajo është pretekst. Asë një argument s'ka ata njerëz me mojtë më burg. Jetë fuqia bën shka mos, kanë kritikët tonë se me dy sy qelë po u shkilen të drejtat. Fillimisht të drejtat dhe lirit themelore të njeriu. Nëse dënohen çta krerë. Çështja e peshimit të provave për drejtësi. Nëse na dënohen, shpresoj mos ndodh kjo çta krerë. Pa asnjë fakt deri më sot, pa asnjë fakt. Çka ndodh nesër me lirinë e drejtave të njerëzit? Çka ndodh nesër me një qytetar që për një mendim vetin mund të më dënuar? Ky është rreziku. Çka të bëj Kosova? A dini për General Antegotovina që ka burokracia? Ekipe ka pas, përgatit ekipe punuese. Ka 25 milion ka dhënë për me mbrojtë heroin e vet. Këta tonë çka bëjnë? Mos u gëzofshin dënimit, një pjesë e madhe ty një gëzohen dënimit. Besojmë që i gëzohen dënimit. Do të mund ta gjanat. Lufta e ka deri në çit pikë. Hajde diskutojmë për luftë. Politika politik. Shteti është shtet. Krejt çto i bën me një vend për me miru këtë shtet. Nuk është rrugë shtetërit kërkosh më. Këto janë të bëj prej note politike. Kjo politikë është e lodhur sot për sot. Është pa vizion kjo politikë. S'ka vizion. U lodh, s'është politikë. 6 vite pas e kishe menduar ndonjëherë Jashari? Thom drejtën ju asnjëherë. Situatë, sepse Kosova në 2008 në shpalli pavarësi. Thom drejtën asnjëherë se kisha menuar që kena marrë një kohë që ne kemi më turpëruar që kemi qenë bashkë në luftë. Çfarë jem ka shkojmë? Shpresoj mos ndodh kjo punë. Nuk kemi fuqina. Nëse neve nuk na mbron institucioni, individualisht na s'mund të mbrojt askënd. Unë kom një shumë raste nga po ti din që është ai veteran fat se s'po fol. Po jo mërse unë nuk jam shtet, unë s'mund të marr me to. Apo kupton? Unë s'moj. Shkon me thon dikush ka punu, ku ke punu ti me një medium në të varëbria ti din kush ka punuar. E din që s'kon, dihet botërisht s'kon njëri kon në Gjermani thotë jam veteran. Po shtetor është më kjo. Këtu nuk ka shtetoj askënd. Më qeni sinqert. Po nuk është thelbi duket se këtu. Po nuk është thelbi. Kjo është marrë si alibi. Si kjo është marrë si alibi, po qëllimi dikon tjetër. Hajde ki mundsinë, e ki mekanizmat, formoj ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës. Formoj ligjin. E ki gatshëm drafti është i gatshëm, është i përpunuar. Edhe mo nuk më me lukur kush me këtë punë. Nëse doni histori drejt, historia drejt është ushtria shqiptare e Kosovës, bashkë me popullin. E fakti noterizuar, jem fakte të noterizuara këto. Si jam bërë belaja të brendshme për zbarkim në pushtet jem dëshmitar gjallë. Po. Fatmirësisht Kosova ende ka heroj të gjallë. Tash, a jem heroj të lirisë ne, a çka jem tash? Nuk muj me konë edhe hero edhe diskriminuar. Nuk muj me konë edhe hero i lirisë edhe familja më mdek për bukë. Pe marrë shembull, jo jam, se jam të punu, po e bashkëpunëtorëve të me. Në gjendje të rëndë. Në gjendje të rëndë.
Sa vetë vrasi ki të ushtarëve të ushtrisë të Kosovës. Pas një politikë këtu nuk po e largoja, po kupton. Po flas. Jo, nuk mund ta amnistoj këtu askush. Po flas për fenomenin. Po. Mësum keq kuptoj, po flas për fenomenin. Pjesëtarët e saj dhe trajtimi i tyre nga ana e shtetit. Po flasim mas 26 vite, në vite, apo kupton, domon. Ushteron për një veteran të luftës, i cili ja ka dhënë jetën këtij vendi. Që të sanos ka dosh Zoti më marr. Ushteron, mos mi pos 2 herë në xhep. Besëm që kam bashkëtorë që s'ka 2 herë në xhep. Edhe çka? Shoqatat e dola nga lufta me zero mbështetje janë. Se në oje që, apo kupton, janë oje që. Do të më bëni kërkesë, unë jam antar i kuvendit komunal. 10 kërkesa do më bëj për më bujt subvencion më marr 500 euro. Çka bëjnë me ato 500 eurorit? Çdo ditë po na vdes kanë i bashkëtor. 5 euro të kushton një buçetë lulav. Kryetari i shoqatës Lipjan nuk ka pag. Apo kupton? Ai nuk mund të më shkup me dur në xhep, apo për shembull nëse vdes nesër një ushtar pa ja çuni të paktën një buçet me lule te varri aty. Hajde po bisedojmë apo kthehemi në realitet apo dojna me bëj filma. Bëjmë filma. Po ç'ka realiteti? Më shumë harxhon porë të vetat se çka pak për shembull sot kryetari i jon, por foli për velen e Lipjanit. Edhe ajo shoqat, edhe organizata e familjeve dëshmorëve njëjtë, edhe invalidëve njëjtë për shembull. Shkon invalidi thotë po më rrjedh, po më lëngon plaga, çka kemi bëu? Te jap komuna 500 euro njerëz të dalin. Se procedurë, birokraci, bëjmë akit letër, bëjmë akit fakturë, bëjmë ato. Është e dhëmshme, sinqerisht është e dhëmshme. Është realiteti. Këtë çka po them, mund na më vërtetu ki faktet, hajde. Si kishe menduar se ndodhi kjo? Çfarë? Kush e ka menduar? Ishte me qenë drejt rregulluar nëpërmjet institucioneve kjo punë. Zyra e organizatave dolën nga lufta, çdo me qenë zyra në komunë. A je shpresë nëse mund të rregullohet? Përveç Zotit kanë filluar më hupsh. Duket që je shumë Unë jam shumë optimist. Të e parë rrethimin e bashkëtarëve. Po jo se përjetimet e tyre. Historia gradualisht po vdes. Unë kam qenë 19 sa jam 47 vjeçar. Apo kupton? Ata që kanë qenë 30 vjet sot i kanë 56 vjet. Historia po ik, po shkon. Po na ik. Ai fal vek zalomshit kanë nis me ik. Është problem kjo. Nëse nuk intervenojmë tash, kur do më intervenu? Ç'kjo është realiteti? Tash vonë, po sa më shpejt. Ç'kjo është realiteti? Asnjë përparësi nuk e ka një veteran i luftës. Zero. Po s'ki njëftësi, harrohet që mësh me hinë punë. Dikush i punson 4 anëtar të familjes, dikush 1 anëtar të familjes vetë ta punson. Ç'kjo realiteti në Kosovë? Ç'kjo është realiteti në Kosovë? Po në Lipjan si ndodh? Njëjtë. Ti në asambleë komunale aty nga Partia Demokratike e Kosovës, edhe tani për sa kohë që po e bëjmë këtë intervistë, do të vjen matutje me qenë asamblesë kandidat për. Unë jam njëri. Çka po ju bën që të angazhoheni në? Përveç Zotit, unë kam fituar mandatin 2021 në fol besimit qytetar, se pa besim qytetar është e pashmangshmësh. Niveli lokal është pak më problem se niveli qendror, për arsye se është një vot një qytetar. Nuk ka mundësi domon, një vot e ka me votuar. Po unë e kam marrë këtë punë sikur që marr gjitha gjonat me seriozitetin më të madh, me angazhimin më të madh, për ata jam një ndër anëtarët më të mirë në kuvendin komunal. Prej se ekziston kuvendi komunal me pikë, domon, sipas organizatës që bën monitorimin e anëtarëve të kuvendit komunal. Dhe kam kërkesa të vazhdueshme me vazhduar një mandat dhe në bashkëpunim tash me kryetarin, kandidatin për kryetar, jem bisedim edhe me vazhduar një mandat e vlerëson qytetari punën time. Po jam ndër ata pak anëtarë të kuvendit që kam zbuluar skandale në ekzekutiv, me punësime, me keqpërdorime, me kualitet të punëve, me mbeturina, me gjitha domon, nëse e din qytetarët e Lipjanit gjithë. Adresën e kam pas, telefonia jam ka qenë 24 orë për qytetarët të komunës Lipjanit i hapur. Edhe çdo breng tyne, çdo padresi tyne, çdo ankesë tyne unë kam dërguar te vani. Pa dallim thu. Aq sa më jep mundësia. Domthon është e pashmangshme. Çdo seancë kam pas 12-13 pyetje, kërkesa të qytetarëve. Sa i lidhur tashmë? Shumë jam social me qytetarët, domthon me njerëz sepse është kjo ka dhënën pozitive tash se njerëzit besojnë, ta japin informatën, se kjo është një farë është një farë. Po e trajtova seriozisht. E trajtova seriozisht, po të besojnë njerëz, domthon ta japin informatën. Tash kam kërkuar për shembull, sfundi kam kërkuar çastin dokumente zyrtare për një konflikt interesi, domthon për punësim. Para mendoja, as kanë deklaratë në betim. E din që e ka të vetën edhe futet për mjallon pikë maksimale, domthon kam kërkuar çastin dokumente zyrtare.
ki dyshime që kjo po ndodh. Po ka ndodh, kjo është Ka ndodh, ndodh. po që pres, ma kanë Kjo do të përbënte vepër. Vepër, unë do e paraqes kallëzim penal nëse nuk ndërmarrin hapa, ju kum treguar, për arsye se nuk mundesh. Këtu është problemi, domethënë, ta marr temin nuk më manin ku shoh, a shkeli ligja, kjo është shumë problem. Edhe është ajo që thonë çka është më interesante. Ky ekzekutiv me këtë kryetar që e kemi, gjithmonë ankohet për nivelin qendror. Po. Njëjtë vepron kuvendi komunal Lipjan. A e kupton? Njëjtë domon, i punson njerëz të vet, familjarë të vet, njerëz të partisë. Po, njerëz këtë familjari ka hyn këshërit domon nisën pe arsimit. Këto që i thëmi ka me fakte, kanë shumë media të shkojnë çdo ditë. Është njëjtë, domon, në njëjtë veprim është. Vetëm rrethin njerëz të vet, edhe ku gjëheq. Apo kupton, kemi orë që të shumë... Shkeligjin thu me syopën. I pregadit konkursin, i pregadit që të komisionin vlerësuese pregadit për njerin e vetë domon. Para mendoj që kam pranu kryetar, ne komuna Lipjanit ka 10% në komunitete. Po. Edhe me legjë për qeverisje lokale, është obligative me pas nën kryetarin e komunës të komuniteteve. Po. Nën kryetar një burr i mirë, sinqerisht asgjë personale s'ka me ta. Lulzim Qeriçi një burr i mirë me cilin kum kalu shumë mirë. Para mendoj çka bën. Pa dhënë ndërheqje për ajo pozitë është pozitë politike, se kryetari e mbron. Është pozitë politike nën kryetari. I futet në testit për zyrtar në komunë me punu tash në fund mandatit. Nën kryetari? Nën kryetari i komunës për komunitete. Domethënë, para mendoj me 27-in futën test me shkrim, me 29-in merr pjesë në kuvend, në seancë kuvendit, si nën kryetari i komunës. Ata o shërbys civil që është ai? Ta shpjaboj pyetjen në të përgjigjen ata, unë kam bërë reagimin, ka reaguar edhe mediat kanë reaguar domthon. Kanë bërë reagim, kanë reaguar mediat, para mendoj domthon. Pa ndërheqje. Ligji e specifikon ajo është pozitë politike, ajo është ekzekutiv. Nuk mundesh me kon edhe nën kryetar, edhe më pranu zyrtar i administratës. Nuk qëndron kjo kërkon. Tash ka ndodhur, domthon jam në proces. Çka po të bën për me mos punal me punu në asamble me njerë, sepse problemet lokale, problemet komunale ato që të përballin direkt me nga problemet e vogla deri te më të mëdha të njerëzve. Thirrjet në telefon, problemet e ndryshme, ankesa ndryshme. Gjithçka. Mos harrojmë ne moralisë ndërmjet qytetarit edhe ekzekutivit. Domthonë ne jemi në front të partë. Domthonë nga qytetari me ne në kuvend. Ngrit me shqetësimet e tyre. Natyrisht, po. Dhe unë jam shumë i lumtur për bashkëpunimin që kam me qytetarët. Sinqerisht ka qytetar ndershëm, ka qytetar të mirë, ka qytetar aktiv. Po kanë herë edhe i kuptoj dhe i mirë kuptoj për arsye se kanë herë janë me korrupsion, domthonë nuk guxojnë tutën se u vendin në punës, se rrezikohet, ja s'u kryen më punë, domthonë nëse këshir tash im dëgjimet buxhetore janë. Nëse merr këshir ti kuvendin, 3 qytetar nuk ishe. Po flasim për 54.000 banorë. Po flasmi për 54.000 banorë. 3 qytetar nuk vinë aty. Pse nuk vinë? Se krejt punë të kryen nëpërmjet kryetarit. Ata e dinë që aty veç është figurativisht ligjore, është ligjore me marr pjesë, janë dëgjimet. Hen foto shikoj seancat. Kur janë dëgjimet publike, domthonë, që aty buxheti, që aty mirëqenia, arsimi, shëndetësia, jeta, gjitha janë që aty, se ndahet parja. Si është një garë në përzgjedhje lokale? Unë dëgjom te na me të vërtetë na e kemi vetëm këtë fjalën jemi shtet demokratik, por te na demokraci nuk ka. 3 mandate janë tepërta, edhe me kon top më i miri janë tepërta. Se kalohet në diçka tjetër, kalohet në rutinë, nuk t'jep më adrenalinë. Puna don me pas edhe pak adrenalinë, me pas vullnet. Ky kryetar u lodh sinqerisht u lodh, në 3 mandate u lodh. Edhe unë është lodhur Imre Ahmeti. Është lodhur, definitivisht këtë mandat u lodhur, unë mendoj që kësaj radhe tash me kandidatin e kemi shumë të qëllun, jemi të bëni përgatitje shumë të mirë dhe unë shpresoj bashkërisht si opozit do e qojmë të shtëpia. Me 12 tetor. Me 12 tetor, unë shpresoj që në karriken e kryetarit të komunës do të jetë generali ish kryetari i komunës Shkribuja. Jeni bindur? Absolut po. Pushien rrethana domon, është kthy vullneti domon qytetarët e kanë poçi me të vërtetë mos harroni Imre Ahmeti shumë i sodisfikun. Është njëri jashtëzakonisht, është im shef, nuk është politikan, sinqerisht është politikan. Unë kam kundërshtar politik, po është politikan. Po tash ka nisë mi dalë mos. Është problem du më vjet me mojt popullin shtrëngum.
nuk matë populli shtërngueshëm, është problem. Bashkur me nën që ki punë mirë, s'ki punë Pas mirë. që o lidhjen demokratike, demokrat... Ja, s'ka të bëjë. Në moment që jenë në ekzekutiv s'ka të bëjë me lidhje demokratike as me kurçë. Po do dalin, do flasim më herët, unë kam shumë material, jam ka dalë të kërku qasjen dokumenta zyrtare, e kem ligjin e mirë për këtë gjëna që... Duke se, po të bën përshtypje angazhimin në komunat. Unë mendoj që 2 mandate... Në tempullin ku votojnë njerëz. Unë mendoj që 2 mandate janë domosdoshme për një anëtar të kuvendit për me dhënë kontributin. Apo ta kërkojnë këtë gjithata? Po, qytetarët po. Edhe besoj që nuk kam me pas problem ta shohmi lista si do të jetë, po ne çka jemi asamblista, na shkojmë ex officio, s'ke jemi domon, nuk kemi nevojë për po megjithatë unë mendoj që e kam një mbështetje të qytetarëve të jashtëzakonshme, jo vetëm pej votuesve të PDK-s, edhe nga partitë tjera subi. Për arsye se tani është një mirë që lista për kryetar është veçantë, lista për asamblenë ndarës. Po, e vërtet. Në fund fare, me qënë se njëzë me arsye kaluam tek Lipjani, tek politika, tek veteranës, si që me tha dhe ju, angazhimi politik, por kjo një ditë tepër rëndësishme në memorin e shqiptarëve të Kosovës dhe të tjerëve që e kanë ndje shlirimin, si duhet, shlirimin me përkushtim të madh nga barbaria e Serbisë, nga okupatori serb. Edhe njerë do të doja jasharit të përmbledhni këto mesazhet e kësaj dite të rëndësishme 26 vite më parë, duke rikthy mbase edhe lidhjen me këtë ditë, duke rikthy gjithat kohët të angazhimit luftuar të bashkëftarë, mbase duke rikthy edhe për publikun gjithat periudhë empatikët njëshmerisë, nëse si reagon edhe organizmi juaj, trupi juaj në këtë situata. Dorë në zemër të... Bëni gjumrat, i bëni gjitha këto? Unë mendoj që luftëtarët e lirisë kanë probleme, po deri më sot s'ka marrë trajtim post-traumatik. Ja, kom fjallën andra, se njëri normale që shë andra në kuptimin e... Ret, ta thëmë kështu tash se mbasi fëmija në rrit, nuk e kam fërë probleme, kam kërë se kështa thëmë këto. Ka raste kur del gjumi dhe mutin nuk më nëshme flejta nota. Kjo është, jo që më do veç mu, po besoj që gjithë atyne që kam përjetu luftën dhe vjen e frontit, ka raste që të shkojnë menta në i natë mo, të shohet alarmi për më qunë nëra gjosh me në gjithë me shku më punë, po t'i zgjutë, së t'i ki hapër. Kam bashkëtor që gjumë së mbojnë ratë, kam problem me ankthin, kam problem me lëvizjen e karakterit, ka shumë raste që vjen baki edhe marrë vjen me fol, me tregu të vërtetën, ashtu mojnë edhe më shep i familjes. Jo, do të më tregua, po sinqerisht të janë raste se një është keq, fillimisht në aspektin emocional, një është i thyrë, kur s'ki mbështetje institucionale, nuk i mbështetje shoqërisë. Edhe ti një është keq, ty të bën një keq. Tani dikuj çkon me anja thotë, pse more, a çaj më për çka pas na luftuar, për çka pas na rreziku jetën, familjen. Se ne që kemi qenë martuar me fëmijë kemi rrezikuar jo vetëm veten tonë, por ke rrezikuar çat bashkëshort edhe çat fëmijë. Ndor këna ke pas me lënë. Unë sot kam bashkëtor që kanë fëmijë me fëmijët tima. Nëse ajo ka dashur maslutën për trafika me punu për shembull për një bugoje. Me don me shit në rrugë. Këto janë gjëra të dëmshme, por këto janë të vërteta, ky është realitet. Pikëllus. Edhe tepër shqetësues për këtë shoqëri që nuk e ka ndërmend më marr me këtë punë. Shpresoj të mirën, trajtohet dinjësisht lufta UÇK-s pjesëtarët e saj, në cila kategori e rëndësishme. Unë shpresoj fillimisht me lirimin e krerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, gjithë atyre që sinqerisht në tumoj padrejtësisht. Unë ju bëj ftesë gjitha institucioneve. Është momenti i fundit, më dal ndihmë, më mbështet ata burra atje se nuk janë për interesat veta, janë për çdo vend, për çdo liri të shtetit. Unë i lut gjitha institucionet, gjithë këtë shoqëri, këtë popull tonë, që kur ka dash ka ditë me dhon më të dëmshmen, me dhon fëmijën, me dhon vllahun, motrën, nënën, babën për këtë vend, ta mbrojmë këtë histori se kemi lasër la me gjak e mos na përsërit historia. Nëse ne nuk e kultivojmë historinë, nëse nuk e mirëmbajmë, nëse nuk jemi mbikëqyrur me çmë thon me mallëngjimin më të madh. E konsiderata respekt më të madh, po. Frikona që komë na përsërit historia. E shpresoj mos përsëritet. Për natën ç'mendim ke? NATO e ka dhënë provimin, ne jemi bashkëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe NATO-s tërë jetën që i ka besu do të jemë vojza të reja.
për me dalë në krah me drejtën, po ka qenë e drejta, ushtria qendrore e Kosovës është e drejta. Ose në Balltos kush dush në gjumëllëm. Është e drejta, por brenda është e drejta, por brenda kësaj kohe, siç e thash, nuk ka të shkurt një organizatë goril bëhet partneri i NATO-s, ka që i besueshëm, me doktrinë, me qëllim, Ka qenë diçka e jashtëzakonshme. me gjithë propaganda që bën të Serbia se këta janë islamek, këta janë kështu etj. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme, ka qenë diçka e paparashikueshme, shpresojmë në të ardhmen dikush ta bën me të vërtetë ta bën një hulumtim sakt, se është diçka që nuk ka imagjinat që mundet me menduar. Me argumenti Me moral. ndërku argument moral edhe vërtet, argument vërtet. Edhe njerë po them, është i domosdoshëm ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës. Jo për ta glorifikuar individin, Jo. po për ta mbrojtur kolektivin. Kjo është arsimi vjen në shkon. U që ky jetë aty. Gjithë. Kjo është realitet. Kjo është e vërteta. Sa mirë mi na me të vërtetën, ta rujmë me të vërtetën, aq më mirë kemi pas punë. Është edhe pikëlluese diskutohet për nevojën e Si çdosh më diskutu kjo punë. mbrojtjes. Nuk ish dosh më diskutu kjo vlerave punë. veçantë. Nuk ish dosh më diskutu kjo punë, po megjithatë Diskutohet për ja ku jemi si shoqëri. akomodimin, trajtimin e invalidëve të luftës, familjeve dëshmorë. Po, Dhe çfarë gëzimi një pronor i hotelit që ja vla 5 ditë pa fare për shembull, çfarë vlere. Shqipëri, po. Shqipëri domthon gest që është për I më vlerësuar vlerësuar. në gjithë Është i vlerësuar në gjithë domthon, she. Çka ndodh për shembull për 12 qershor komuna Lipjon ose komuna tjera me thjerë veteranë të vërtetë që janë në listë, më janë një shenjë, mirë njohje. Nuk i thoj. Jo, këshillat e fshatrit më thjerë për shembull, më avon kanë një shenjë mirë njohje, më thon çe, ke dhënë kontribut. Nuk është që më bën der mu, më njohës që më bën der, nuk vuj për asoj, po është shenjë respekti. Konsideratës. Po. Me organizu për shembull takime. Apo këtën, domthon, pse mos më shku për shembull në për shkolla, Trajtohet si festë. Si festë. Pse mos më shku në për shkolla, sot është dash për shembull më shku në për shkolla, edhe më tregu gjenerat aftreja domthon luftën heroike. Mrana kornizës çka mundesh me fol, si gjithçka, po më sa e vlefshme ka qenë lufta. Para mendoj ka erdha posh një drejtor i mësues që shty tregun zonë sa sakrificën mbllaz që kanë bë, mos i shor natës na këshliru, kënd nuk e përmendoj çkën. Aja është e sjellshme. Po, është dikun tash besoj që kam u bë virale. Domthon flet për qëndrimin mbllaz që kanë sakrifikuar në mbllaz, flet për natën që ka liru Kosovën, nuk e përmend ushtrinë qendrore të Kosovës askund. Po çaty bëna që në zonë sa a mund mendoj se është një fëmijë një veteranit luftës, a invalid, a është një djalë dëshmori aty? Po, mund të jetë. A kupton domthon. E dhimbshme. Këta jem na domthon. Na kështu Mjedes i dhimbshëm kulturor. Historikisht kështu e kemi. Kur është më e rëna na e kryjm, kush dush më na dal përpara na e shpartallojm, kur e kemi qëllimin e mirë. Momentin që lirohemi, e lëshojm krejt. Ky është gabimi më i madh. Nuk guxon më na fol kjo. Po na përsërit ky gabim. Arsim respekt për ju. Faleminderit shumë. Për bashkëtorët tuaj, për dëshmorët e kombit. Faleminderit. Familjet e dëshmorët për krejt sakrificën e popullit shqiptar. Për viktimat, mira viktimat që shkaktojnë Serbia, Tirana e Miloševićit në Kosovë, vetëm se ishin shqiptarën këtë ditë të rëndësishme, të çlirimit të Kosovës, pa tjetër që NATO ka peshën jashtëzakonshme. Nuk diskutohet. Peshë të jashtëzakonshme për lirinë e Kosovës. Të falenderoj shumë për kohën. Shpresoj të shimin e tjera hera. Ore, do të falenderoj për mundësinë, të falenderoj për angazhimin që ke dhënë se njëmi e di angazhimin tënë për me mbrojtë vlerën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, edhe të populli. Urime edhe një herë gjithë qytetarëve ditën e shtërimit, i los gjithë ata që ta respektojmë të kaluarën, të punojmë shumë për tashmen, të mendojmë për të ardhmen. Faleminderit nga zemra. Faleminderit për kohën. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.